Të nderuar pjesëmarrës, qytetarë dhe besimtarë të Divjagës dhe të gjithë Shqipërisë. Shënëpremtja është një qejtore besimit tonë ortodoks. Është, siç i thojnë ndryshe dhe nusja e Krishtit, sakrifikoi jetën e vet për idenë e krishtërimit, dhe për këtë ne jemi shumë mirënjohës. Jemi mirënjohës se fisi jonë, fisi Gorreve, ka si qejtore ose protektore Shënëpremtën. I uroj gjithë qytetarëve të Divjagës, një populacioni kaq besimtar, kaq të dashur me Krishtin, sa që këtu ka një vërtetë shumë të madhe që flen në barishtet e kësaj kodre, që me gjithë është shak me komunitet musliman, të gjithë besojnë të Shënëpremtën. Sepse e kanë kuptuar që është një qejtore me vlera, është një qejtore që bën mirë për njerëzim. Duhet të falenderoj edhe kryetarin, që është një nga kontributorët e kësaj kishe dhe ka kontribuar me gjithë shpirt për të bërë kjo kishë. Duhet të falenderoj edhe atë pandin, po mbi të gjitha duhet të falenderoj Qersin, Pastin dhe kryepeshkovi që pranoi lutjen tonë. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Prezenca e juaj këtu bëri që kjo kishë të mbi popullohet. Sepse kishë parë. Mund kujtohet kur e kemi inauguru, jo këtu më ena, por dhe jashtë të borin që zhvukë në një. Por, duhet flasim shumë të njerëzit. Gojmë që a ishi qejtore. Qa bën ato për njerëzit? Që njerëzit të kthehen me fytyrën nga kisha, të kthehen me fytyrën nga Zoti, dhe mos marrohen fjalët e Ignatit, kur i inaugurum themelët e kësaj kishe, që tha, kush hap një kishë, ka mbyllur një burg. Me të vërtetë ishin fjalë që më mbjellën në mendje. Prandaj me plot dëshirë, me plot zemër, të uroj edhe një herë për veprimin që bëre, sepse na jemi njerëz të tillë. Dhe të jemi shumë mirënjohës, se nuk mjaftojnë godina e rëndësishme shpirtit. Ka ajo që futet në godina dhe sjell popullimin. Ju sollu shpirimin për godinën. Dhe për këtë ju jashtë pak. Dhe falenderoj edhe këto njerëz që në përgjithësi këtyre pame, që besojnë në Zot, besojnë tek Shënëpremtja, tek Frymëkej, edhe sigurisht që këta njerëz janë larg rrugës keqe, janë brenda smirës, janë brenda asaj që duhet të kemi nga vetë. Dhe për këtë unë falenderoj më shumë se për çdo gjë fen tonë ortodoks, e cila është një libër i madh i virtuteve njerëzore, që mbi të gjitha ka të qejt atdheun, ka të qejt familjen, ka të qejt gjithçka pozitive. Dhe nuk është arsi që lutja e juaj fillon. Bekoj o Zot Presidentin e Republikës, Ushtërinë e Republikës Shqipërisë, sepse feja jonë konservatore është folea e të mirave të këtij vendi. Dhe ne këtu duhet të kthehemi ke të mirat e këtij vendi. Se atë çka e bën këtë poshtë, dhe me atë çka i kam dijetu histori. Shumë duke duke një. Edhe njerë ju falenderoj
dhe jashtë protokollit, sepse kjo që keni boju ka jashtë zakon. Që keni preferuar, por dhe jashtë protokollit keni nikë i qytetit të Divjagës, i fisit Gorreve dhe i gjithë këtyre besimtarëve që duan dhe ju. Faleminderit.